peja. Cili ishte ajo çka të bëri të rikthesh tek ky qytet? Okej, e cek edhe vetë këtë vit, pas viteve 2 vitet suksesshme me Elico Ramle, me 8 finale kam lujt, 5 i kam fitu. Dihet që Elico Ramle është një ndër ekipet më të mira në Europë. Si vjet e pata vendosur që të pushoj dhe ta marr një rol tjetër me një ekip në qytetin ku jetoj në Izrael, është si menaxher general apo drejtor sportiv, se thjesht isha pak i lodhur nga trajnerllëku, edhe pse vjet i kam luajtur gjitha finalet dhe gjitha i kam humbur, po jo për shkak se s'kemi luajtur mirë, po për shkak lëndimeve ndryshme. Erdhi një ofertë prej Peja dhe këta njerëz gati çdo ditë më kanë thirrë me arë këtu, me thjesht duhet të cekis që me një kontrakt të hapur, jo me një kontrakt fiktive deri në fund të vitit, por më së shumë tim ka bërë se këtu në këtë qytet e kam një mik apo një vëlla, përndryshe do ta ceki Naimin Saçiun, i cili edhe ai më thirri dhe më tha çka ke nevojë, këtu jam, më ka marrë mollit, jemi prapë bashkë si vitin 2003 edhe ajo ka qenë një ndër shtyjet që më ka bërë të kthehemi në Peja 03.